Po të shikosh për Adrenokromën, se po lexoja për Epsteinin para se të vija. Na e ka thënë kudo vlla. Në çfarë do lloj filmi të mundshëm, na e kanë thënë. Në çfarë do lloj wallpaperit të mundshëm të Hollywoodit, na e kanë thënë vlla. Terrorizimi i fëmijëve edhe te Monsters 1-2 ai filmi anime, në thelb çfarë bënin Monsters? Shkonin, dilnin nga dera dhe tremnin fëmijët. Pse duhet ta tremen ti? Bravo. Pse duhet ta tremen fëmijën ti? Është një film që ti s'e mban mend, mas edhe se ke parë. Ka bërë buj, ka fituar shumë çmime, por nuk është trajtuar asnjëherë. Këtë pikpamje është me Bruce Willis dhe me Meryl Streep. Ja rekomandoj njerëzve, është komedi fantastike. Dhe ai flet për Adrenokrom. Por mbi gjitha flet për elitat dhe tregon gjithta që kishin vdekur me Elvis Presley, Jim Morrison, që ishin gjithë gjallë. Dhe është një film komedi, po ai tregon pikërisht për Adrenokromin dhe djallin. Balin. Fiksoheni këtë gjë, flet për djallin, për balin, për ritualet satanike, seksuale me Adrenokromën brenda. Nuk e di kanë ngec interneti. Mos e fut këtë, shikojmë një herë. Jo, unë shoh këtu që vazhdon video. E kam Koranin duket. Vazhdon, po më ngeci këtu tek unë. Na ka ardhur një mesazh nga Anglia vëlla. Thot: "Përshëndetje. I thuaj avokatit që ai filmi Kubrick full version ekziston, sepse u bën disa kopje dhe u shfaqen në Londër, por jo në kinema, por në videokaset. Nuk ekziston. Si geolog i politikës, avokati i lind detyra të gjejë një kopje. Nuk ekziston. Të lutem vëlla na e dërgo. 20 e ca vjet që e kërkoj. Të lutem na e dërgo vëlla. Nuk ekziston. Të lutem na e dërgo. E di pse nuk ekziston. Për një arsye shumë thjeshtë, që po të ekzistonte nuk do ta dinim. Nëse ne do ta dinim këtë film që ekziston dhe që është shfaqur diku, familja Rothschild do merrte përgjegjësinë e vrasjes së regjisorit më të madh në histori. E kuptoni se çfarë tërmeti botror do të ishte për familjen Rothschild që ka vrarë regjisorin më të madh në histori. Pse do thoni ju Rothschild si familje? Sepse është film për Rothschild. Dhe duke qenë film për Rothschild, i vetmi vrasës nuk mund të jetë kurkush përveç se familja Rothschild. E di çfarë trondite do ndodhte në botë, sikur të ekzistonte ajo pjesa 21 minuta e papfshirë, e pa hequr, e pa zhdukur, që tregon ritualin e balit në vilën Rothschild, ku është vajza e Nicole Kidman dhe Tom Cruise, që ofrohet si sakrificë, siç është origjinali, skenari vërtet. Dhe Epstein është vetëm është ta them unë ty, është vetëm një seksion i rëndomt i kësaj sinagogët satane. Pas ka dalë edhe Vatikani në fajlet e Epsteinit, sa më dërguan. Absolutisht po. Do shohim çuditëra. Dhe kur ne pyesim, çfarë kanë bërë, pse e bëjnë, ishulli i Epstein për mua shumë i rëndomt si histori. Unë si Altin, unë si e shoh. E shoh vetëm si një nga ishujt. Por një ishull i veçantë. Ka ishull tjerë? Jo, nuk ka nevojë për ishull. Këtu dua dalë sot. Ky është një ishull. Ka një formë, ka një godinë, ka ca ngjyra, ka simbolik. E shef të ishull në dekorin e një nga ndyrësirave më të mëdha të Amerikës, një lesbike që ju vra dhe e vran dhe gruan e saj, ish gruan e saj. Në mënyrë më spektakolare të mundshme, s'ka pash u vrasin jetën time, në televizor live e kam parë, skenën se si ja vran gruan, fillim thashë e vdekur, e doli që ishte në karrocë, aneç, që ishte gjallë. Edhe ata e vran, dhe gjithë heshtën, s'kush fliste. Sa e kishte filluar të broshkulliste, si Michael Jacksoni, për që broshkulliste. Dhe këta e hoqin qafe, dhe ju e dini kush ka qenë rabini i tij. Që s'ishte as jude që kishte rabin. Po këta rabinët i kanë për kontroll. Në Shqipërinë kemi një sinagogë për familjen Rama. E kanë sjell nga ana e anës vetëm për familjen Rama. Sinagoga e familjes Rame për të rritur Zahon e Arqëm, mbretin e Arqëm, me kurorën e atit Davidit. Kthehemi pak ke koncepti i ishujve Epstein dhe ishujve Epstein në shumës. Po të shohësh gjithë korrespondencën e këtyre, gjithë leximet e këtyre, gjithë që kemi parë komunikimet, ne kemi të bëjmë me një seksion që mund të quhet një nyje e pushtetit, një nga nyjet. Kjo është një nyje që shpërndan telat e sistemeve politike dhe gjithë vinë tek ky. Tani ta shpjegojmë pak ç'është kjo dera e Epsteinit dhe dera para Epsteinit. Por dhe dera pas Epsteinit, për të kuptuar hierarkitë e pushtetit. Epsteini si derë nuk është dera e Rothschildve, ke filmi Eyes Wide Shut. Është para derë. Ka një derë tjetër. Mase ke kaluar diplomimin në ishull e Epstein. Dhe sot do ju lexoj një tekst shumë të bukur
të mrekullueshëm, që ka bërë një intelektual kroat më duket, a bosnjak, në mos gaboj. Fillove di tash, bosnjaka, kroat, jo po serb, jo po. Për mua Isoja. Si se? Po ilirë janë të dy. Besoj. Sa më pëlqen kur thua nga këto gjalla. Janë të vetmit që flasin për origjinën e ilirë të shqiptarëve. Vetëm kroatët dhe bosnjakët flasin për këtë fakt historik. S'po na vjen njëri avokat, na gjojmë na $2 milion të dyve, na vit na rrafi me $2 milion vlla. Ti kem ngelën duke folur për Epsteinin e të varfër, o vlla. Po ç'a bëhet shumë? E kuptove si bëhet pasuria. Po ç'a bëhet? A e kuptove se si janë bërë miliarder këta? $500 milion, $540 milion kishte pasurinë ai. Ç'ne nga nxori si që është dikush thot nëpërmjet shantazhe. As pak e vërtet. Në qoftë se do më duhet ndonjëherë, po ta them publikisht ty, ta kam thënë dhe privatisht, në qoftë se do më duhet ndonjëherë që për para të prish 1 nga 5 shtyllat e mia të moralit që i kam personale, ti i di se kemi diskutuar, një ndërtohesh edhe fëmijët. Unë jam tër jetën i varfër, vëlla, zgjedh e fus kontratën. Që tash mos shikoj ditë bardh ekonomike. Fëmijë 1 të bësh pedofili. Jo më larg se para 2 javësh më komenton një, pa ishte mashkull me femër, dërgon në Messenger. Jam 17 vjeçë, dua të takoj ty e bla bla bla, kupton? Edhe unë që dërgoja kapa thelbin, të keqen xhaxhi nuk jam pedofil. Sa i kam thënë këtë vlla, transformohet e doli burri. I kishin vjedhur një vajze profilin, edhe tash i donin me diskreditua, kupton? Sa e deveritshme sa. Po mua kur më thuaj që jam 17 vjeçë vlla, kur më thuaj që jam 17 vjeçë. Për mua, një agjenci shtetërore, investigative, policore, që nuk varet nga Edi Rama, nga këta, por nga prindrit për të prodhuar një rrjet fuqishme mbrojtje njerëzve nga shantazhet, do ishte hapi i parë. Dhe unë sot kam një emision shumë të mirë me Shpendin këtu, sepse do flasi për gjëra, të cilat realisht nuk janë trajtuar në këtë formë në mediat e tjera. Do ta kuptoni gjatë gjithë evolucionit të bisedës tonë. Sa bëjmë neve hapjen, 1 orë e gjys është gjithë emisioni media, kupton? Ne vetëm hapjen e kemi sa emisionin e tyre. Tani, koncepti kush është i kësaj derës? Ju ktheni pak memorjes. Kush është skandali i vitit kaluar? Didi apo jo? Po. Didi ishte një personazh që po ta shohësh sot në gjyq, sa po ka shkuar në gjyq për të parë. Nga historia që e kapën, të bën përshtypje si është plakur fytyrë. Po. Se po mungon adrenokroma. Po. Mungon adrenokroma. Dhe këta njerëz pa adrenokrom nuk mund të shkëlqejë fytyra. Plaken për herë. Zbëhen për herë, zvetnohen për herë. Pyetja ç'është adrenokroma? Ka shumë teori. Unë di një që ekziston. Se si se qysh, zero. A vjen nga fëmijët, nga frika e fëmijëve, e vërtetuar me shkencë. Se thash unë, ka studime që e vërtetojnë se si mund dali. Se si mund ta prodhojnë. E ku ka mënyrë më të mirë për të prodhuar diçka me kosto sa më të ulët, që është një gjë shumë e shtrenjtë. Unë besoj vëlla. Dhe ku shkojnë fëmijët që zhduken çdo vit në Amerikë? Ku shkojnë fëmijë pafund që zhduken? Unë besoj se dhe Enver Hoxha ka përdorur adrenokrom. Dhe ke 34 foshnjë. Jo 34 foshnjë vëlla, kanë qenë 300 foshnjë ato. Që mungojnë, e ka thënë Visar Xhiti. E ka thonë edhe një tjetër. Po unë besoj Visar Xhitin. Se këto pastaj janë konspiracione të tjera. Dhe sa do ta përdorin, nuk fitojnë gjë. Në ç'kuptim, nuk shpëtojnë Enver Hoxha nga ato foshë. Ajo të jep riparim të qelizave staminale, po në atë moment ty të ka vdekur shpirti, o vlla. Fikse, këtu desha me dal. Kujtojnë se jetën tonë ka në dorë mjeku jon. Se kuptojnë do që Zoti vepron nëpërmjet njerëzve. Po ç'e duam të jem 50 vjeç e dukem si 30 o vlla. Për çam duhet mua vlla? Jo, këta kanë falur shpirtin. Mezi sa po pres plakëm. E kanë falur shpirtin. Ta kam shpjeguar në emisionin e kaluar që Enver Hoxha ka origjinë jude. Po. Vjen nga lagja e të marrëve. Sokaku i të marrëve, po. Sokaku të marrëve ka marrë emrin nga numri të marrëve, që dish se pasojnë çesteve të familjeve të para judee që erdhën në atë fshat nga koha e Sabatazevit si musliman të konvertuar nga jude, të cilët themeluan atë fshat. Dhe aty është edhe Kadareja, edhe Enver Hoxha, edhe Ardi Xhebrea dhe shumë tjerë. Koncepti pra është që ne kemi të bëjmë me një model kultural të trashëguar brez pas brezi, ku rasti Epstein është vetëm një rast që ne të hapim syt për skemën, se ne duam të harxojmë gjithkohës për dosjet e Epsteinit për Epsteinin. Unë kam qejf që ne këtë temë të trajtojmë jo për Epsteinin, por për elitën e botës. Për Epsteinat.
ose më saktë për komandantët e Epsteinëve. Epstein ishte kapter, them unë gjithkohës do ju them kapter. Kur mos harroni, ishte thjesht një kapter. Se ta e paraqis Epstein si një person i fuqishëm që të tregojnë që ky ishte komandant. Jo, nuk ishte komandant. E bëjnë që të fshehin komandantët. Dhe komandanti vërtet, sipas fjalëve të Epstein, i mell me një nga kokat e këtyre në botë, Peter Thiel, ishte: ti e di që un jam përfaqësues i Rothschild Family, i thot Epsteini, Peter Thiel që është një nga miliarderët më të mëdhenj në botë, apo jo? Po. Po që është një nga njerëzit më me pushtet politik në botë. Po. Tani, ku e gjen kurajo një tip si Epsteini, Toger, ti kujtoj një tip i fuqishëm si Peter Thiel, Po. që ky është përfaqësues i familjes Rothschild. Sepse është Toger përfaqësues me prokurë posaçme apo me prokurë përgjithshme. Dhe unë këtu duhet i kthehem Shqipërisë. Kush është drejtor real dhe president real i fondacionit amerikan që po grabit dhe po pushton metër për metër çdo ditë të gjithë arkeologjinë dhe historinë e Shqipërisë? Rothschildet. Familja Rothschild i ka dhënë, pra Lordi Rothschild i ka dhënë këtij tipit, si harrova emrin, presidentit fondacionit amerikan, që një burr i mirë shqiptar, një djalë i mirë shqiptar, e ka denoncuar rregullisht duke dhënë dorëheqje nga Fondi Amerikan i Zhvillimit. Dikush më ndihmoi për emrat? Jo, Richard si kishte emrin? Jo, Andrea, jo, ky është drejtori i fondacionit Butrinit, po flas drejtori i Fondit Amerikan të Zhvillimit. Richard nuk ka lidhje fare me atë. Ai është thjesht ushtar. Richard është një anti-shqiptar, kaq. Po flasim, Andrea, për Fondin Amerikan të Zhvillimit. Drejtori i Fondit Amerikan të Zhvillimit, ose më saktë presidenti, është përfaqësues fuqiplot me prokurë të përgjithshme i Lordit Rothschild. Çdo veprim i tij është emër të Rothschildëve. Kur shkon ai në Shqipëri, pra ne rrin si mender këta, gjithë klasa politike i lëpien, ose vjen nga familja Rothschild. Mos e prish gojën avokat. Po, e drejt. Se prishet nice. Po thoja në laf. Michael Graham. Sa po mora linkun në eBay ku bleti pa censuruar filmi i ploti Stanley Kubrick. Unë vë bas me jetën time që kjo është e pavërtet. U vlla, sa po më tregoj. Unë vë bas me jetën time që është e pavërtet. Ai mund të dërguar çdo lloj gjë, po nuk ekziston ai version filmi. U vlla, unë kam këtu më https ebay.us fraksion më. Po pra, është një mashtrim që po gënjit, po vjedhin sa lek një duke shit materiale fake. Arsye pse ta them unë këtë gjë, kush është e di ti? Sepse gjëja që kam mësuar më shumë në jetë është të mos gaboj në fake news. Gjë më e rëndësishme. Si do e kuptoja unë në sekondë që ky është fake news? Në moment që do dilte ai film. Ky do ishte lajmi më i madh në ti pasion në gjithë botën dhe do shpërndahen në mënyra miliard shikime brenda 24 orësh. Pa unë e di vlerën e atij materiali dhe e di se çdo ndodh në botë. Pse? Sepse versioni real i Ice Watch Shatit, nëse do dilte një çast, ne gjithë fansat e Kubrick që jemi qindra mijë në botë, miliona po them. Nuk ekziston një autor në historinë e njerëzimit, siç Stanley Kubrick, që të ketë pas kaq shumë libra për të. Pra nuk gjen dot. As Charlie Chaplin as kush ka libra sa çka. Michael Granoff është përfaqësuesi drejt për drejt i familjes Rothschild në Shqipëri që po grabit çdo zonë arkeologjike në copa në Tiranë. Dhe këta të PD-s e përdorin gjithmonë politikisht kështu për të dalë kundër Fondit Amerikan të Zhvillimit, po në thelb heshtin. Madje kur organizuan një debat atë PD-s, nuk ftuan as Olo Kalan as unë, që ne mos i thonim këto fjalë atje, sepse kishin frikë që do u preket familja Rothschild këtyre tanëve, PDPS, nëse i çfarë dush ti, merrim gjithë. Sepse kështu funksionon. I thot ky Epstein, Kithel, unë jam përfaqësues i familjes Rothschild. Sepse kjo është një derë ke Tom Cruise, që duhet ta kishte kaluar Tom Cruise pa të shkonte. Tash të shpjegojmë pak. Kthehemi ke filmi Ice Watch Shot. Po të më përgjigjeshin ai fotot, ma nxjesh aty, do ishte bukur. Po mos ma thuaj më, s'merrem unë me atë. Po thuaj atit nëse e ka mendë njëri. Tani, koncepti është që filmi Ice Watch Shot që shpjegon një orgji ritualistike apo një ritual orgjie. Kananit me standardet e kananitëve, që është Bali. Me një leadership me maska të elitës lartë botërore, që aty janë dhe familja Rothschild, sepse skema është marrë nga viti 1972 nga familja Rothschild, që e kanë bërë gjë të tillë,
ku vetëm ai që ishte marrë me maskat ishte piktori me çmimet më të larta në planet të shitjes së pikturave të tij, që ishte Salvador Dali. Po, nëse Salvatori ka qenë super piktor. Po pra, ai kishte pikturat më shenjta në botë, apo jo? Po. Tani, pyetja është, ai bënte maskat e këtyre në mbrëmje. Po. Kaq të fuqishëm janë ata brenda, sa po piktor, pra ti do rregullonte maskat, kishin më të mirën e botës, apo jo? Po. Pra tregon se çfarë pushteti financiar dhe politik kishin, apo jo? Që në atë mbrëmje merrte pjesë familja mbretërore angleze. Merrin aristokratët më të mëdhenj, po, sa burrë që më vure këtë gjë. Në këtë ritual që ti sheh këtu, që është marrë nga familja Rothschild 1172, maskat më të shumta që shef këtu janë tek fotografitë origjinale të vitit 1172 në vilën e Rothschildëve, ku Stanley Kubrick këtë skenë ka realizuar në vilën e Rothschildëve në Londër, pasi ishte bërë në Paris, që ishte nxjerrë në shitje, që e përdori për xhirimet e tij, dhe si hakmarri ndaj këtij filmi, u la të kalbej si vila më e shtrenjtë, ajo vilë sot është e papërdorshme, është duke u kalbur sepse po hakmerr ndaj përdorimit të saj për diskredituar pushtetin më të fuqishëm në planet, që janë këto familjet përkatëse kananite, të Sabadazevit si koncept, të frankizmit si koncept, të degenerimit botëror që kontrollojnë dhe sundojnë botën. U fik? U fik transmetimi live. Jemi vazhdojmë atë live-in. Pra në këtë koncept, është e sigurt që nuk është ndërprerje, Andrea? Nga ta shoh pak. Mua s'm del asgjë, Andrea, s'm del interneti këtu. Është live, thot. Në rregull jemi, në rregull. Në rregull jemi. Andrea mos ta ngri gjakun herë tjetër. Sa herë që e prek ai kompjuterin, mua më ngrin gjaku vëlla. Edhe ja, kjo është arsyeja. Kupton, mbyllet aty thash mos. Kupton, hajde tani të mërshme. Dhe po thoja që kjo dera. Dërgoni në darkë se na doli gjaku, na e nxorën kafen këta vëlla. Na e nxori kafen. Na e nxori kafen Andrea, na dërgoni na 5000 pound. Jemi ta mbyllim direkt. Direkt i me nga Epstein. Ti në të ishulli Epsteinit bashkë. Tani do ju shpjegoj pak. Te ky filmi, Rothschild, që e vran për këtë film, dhe ajo video që tha ai djali s'ekziston. Unë vej, unë jam kaq i sigurt që them vej jetën time këtu në Bast për këtë gjë. Kaq i sigurt jam unë 1,000,000% që s'ekziston ajo gjë. Edhe unë kështu i dalloj fake newset nga të vërtetat, përdor një sistem logjik mbi kosto përfitimin, mbi mundësinë, peshën, për shembull, si mund të zbulohej ky film? Pra, si mund të zbulohej ky film? Të gjithë e baj, edhe të mos kishte bërë bujën që do kishte vlerë ai film. Dhe ne jemi gati, qindra mijë njerëz që e di mirë atë film. Jemi komunitet në botë, që jemi marrë me atë film. Kemi analizuar këtë film. Dim se çka ka marrë ai film. Dim historinë si e vran Kubrick dhe do rrishim kështu të ke parasysh ai zoti i shtëpisë merr vesh i funit. Ne ishim parë do merrshin vesh. Por do ta merrshin vesh, po do bënin bombat përkatëse dhe 100.000 njerëz me nga 1 kilogram tritol është më shumë se sa një bombë atomike. Pra do kishte shpërthyer gjithë botën ajo që. Prandaj nuk ekziston ajo video. Prandaj nuk ekziston ai film. Prandaj nuk e kanë atë film. Dhe nuk do të kalonte kaq kollaj, se do ishte marrë vesh forma të tjera. Në atë film, ne kemi një përgjigje shumë të madhe për atë që ndodhi ke Epstein. Ai futet në mënyrë ilegale. Një shoku i vet i jep passwordin dhe i tregon historinë. Dhe sipas atij filmi ai shoku zhduket, vritet. Dhe ky shkon pa leje. Outsider futet në lojë. Dhe ata i thonë heretik që ka ardhur ke password për të hyrë, po jo për të marrë pjesë. Si ka thonë një fjalë, kur nuk je në tavolinë i ulur në bisedimesh, ti je menuja. Pra ai nuk mund të ishte pjesë e karrikeve. Ai duhet të jetë menuja po që aty. Pra duhet të jetë ai që e ha. Jo ai që e ka pushtetin. Dhe këtu fillon shpjegohet ç'është ishulli Epstein. Ishulli Epstein nuk është skena që keni parë në Ice White Shot. Gjoni se keni dëgjuar në asnjë rast të gjë. Gjithë tash po ju thonë ata që se kanë ditë ç'është filmi, ju marrin leksione për filmin apo kishte bërë Top Channel këtë gjë. Kishte nxjerrë Top Channel këtë film Ice White Shot.
që kanë marrë censurë gjithmonë këtë lloj narrative në botë. Ishulli Epstein është para se me hy ke vila ke filmi Eyes Wide Shut. Që do thot, del nga dera Epstein dhe shkon ke dera Rothschild, ke filmi Eyes Wide Shut. Ky Tom Cruise, kur futet në mënyrë ilegale, do të futet në mënyrë legale, do të kishte gjitha pasordet, e kishte vetëm një pasordë tyre si quhesh Fidelius, në qoftë se do ishte kaluar një ke vila Epstein. Ja pa ta shpjegojmë krejt dysh nga që u kanë thënë gjithë tjerët, çdo gjë që u kanë thënë deri tani, dhe ju që jeni të interesuar për temat për kacë dhe që i pëlqeni. Avokat, filloj. Kemi një pyetje. Jepi. Ka dërguar 5 franga Vito Zyri. Të gjithë juve të Zyriut, filloni dërgoni donacione, pyetje e çfarë do e bardha zamër. A janë të vërtetë ato që kanë dalë për Nën Terezën thotë? Nuk kam parë absolutisht asnjë gërm, e le më fjali, që të kompromentojmë për diçka Nën Terezën. Nuk kam parë, na e nxirrin, na e nxjeni. Mos u merrni me fake news. E kishin nxjerrë një email për luftën e tretë botërore më 8 shkurt apo jo? Po. Ishte fake news. Pse s'u mora? Më keni vënë mua në Facebook kur flas për sa gjëra? Pse nuk gabojnë asnjë me fake news? Pse nuk e hajun karremin? S'u kontrolloj mirë paraprakisht. Dhe ka një skem shumë të mirë për dalluar fake newsin nga lajmi i vërtetë. Mendoni pak lajmin që keni lexuar. Mendoni për masën që ka, peshën që ka. Pastaj shihni efektin e tij në ato që quhet njerëz të ngjashëm me ju. Si do reagojnë ata me një lajm si ky? Aty filloni analizën e parë të skepticizmit ndaj një fake newsi. Unë s'e kam hungur asnjëherë fake newsin, sepse unë përdor një herë logjikën. Bëj llogarin. Ore po të ishte e vërtetë kjo gjë, çfarë do ndodhte? Pra si do përcillej e vërteta dhe e rremja? Si do përballeshin palët? Si do dilte rezultati? Dhe nëse mua nuk më konfigurohen gjitha këto dhëna, unë s'mund ta haj karremin me foto që shoh. Sepse di vlerën që do kishte po të ishte e vërtetë dhe si do kishte efekte. Një nga mjetet më të forta që kam për të mos rënë kurth e fake news-et që si shifni kudo fake news-et, është se përdor logjikën, ore ç'vlerë ka kjo gjë? Si do kishte pesh? Çfarë do prodhonte? Ç'a efekti, ç'a gjë? Edhe në këtë rast, unë nuk kam parë absolutisht asgjë komprometuese për Nën Terezën. Komprometuese për Nën Terezën. Kam parë fake news sa dush. Mos merren fake news. Kjo bën dallimin. Kam parë ca njerëz të ndyrë në Maqedoni që hedhin helm gjithë ditës për Nën Terezën, shqiptar. Dhe gëzohen maqedonësit. Inshallah po e abortojnë shqiptarët Nën Terezën që ta adoptojmë ne. Është e jona, s'është e shqiptarëve. Janë idiotë të tanë që na rrethojnë kudo, nuk pushojnë kur, ne jemi populli që kemi pjellorinë më të madhe të anti-shqiptarëve. Ka thonë Gjergj Fishta këtë gjë, ka thonë dhe ka qarë, ka shpjegu. Kthehemi. Exon Mane. Je bosi këta të TikTokit që lypin gifta. Mama, po pse bëmë këta do merresh? Një sekondë bërse, nuk ka shari shkreti. Ka thonë me batut. Po vlla, po ti paguan gifta për të ngritur rob në ajër në TikTok, kurse këtu ne të ngrem mendjen në ajër vlla. Ky është ndryshimi, kështu që investo dhe ti. Mendoj si bilet kinemaja. Pa. Koncepti pra është që gjithë kjo logjika e ishullit e Epsteinit është para përgatitje për të hyrë në elitën globale. Pra që mos i lodhësh njerëzit vlla. Ti po thua që Epsteini është para përgatitja për të vajtur në vil. Fiks. Domethënë para përgatitje për rritje satanike. Bukur.